Thotë Allahu subhanahu wa taala tash për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ti o Muhammed je më shkallën më të lartë të moralit. S'ka dikush që ka pas moral edukat më të lartë se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ta na ka drejta me mësu si cilët edukatën, se për vete e ka edukatën. Në një ajet, Allahu subhanahu wa taala kur flet për namazin thotë wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Urdhoni familjet e juve me fal namaz, ama dhe vetë falne. Për shkak se nëse se fal vetë, qysh mundesh me thon dikujna, ti me thon mundesh praktikisht. Ama efekti qysh ka më kon te dikush kur ti vetë çat punë se bën ajo duhet me kry. Ose ndalon për një harami vetë jetë e bën çat haram. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ti o Muhammed je në shkallën më të lartë të moralit. Shkallën më të lartë të moralit në çështjet e imanit, e padiskutueshme. Në shkallën më të lartë në çështjet e praktikimit të shariatit, e padiskutueshme. Hadithe të shumta, ngjarje të shumta. Por ne përmendim vetëm disa shkurt për me pa çish ka qenë niveli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Aisha radhiyallahu anha dhe sahabët e tjerë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk u idhnua për çështjet e tij personale, kur hiç. Veç u idhnua kur janë shkel feja, kur u bën diçka kundër fesë, aty u idhnu, edhe u idhnu shumë. Tash në veç duhet me kthye. Por çështjet e fesë nuk idhnohemi gati me kërkon. Por çështjet personale idhnohemi me secili. E shef njerin të bo harame, të bo kufre, të bo shirke, të bo të nëzezat, apet është shok me ta. Që 20 vjetë s'fol me një vëlla musliman, se ka pas shajti njerë, ako di shka personal o kja, kur gjithë s'ka, hiq s'është të rëndësishme, se ty, me ty u konë, s'ka pas diçka të rëndësishme, s'u konë me fe, s'u konë me fjallën e Allahut, s'u konë për fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dallimi, dhe me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për çështjet e tij personale nuk i dhnoi as nuk hakmirrej kur. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij, e jeta e tij është e ditur në plumb dorës gjithçka, edhe mrena shtëpisë vet. Çka ka jashtë e din sahabët edhe kanë transmetuar, çka kanë mrena e kanë transmetuar gratë e veta dhe Aisha, kryesorja radhiyallahu anha, kret e ditur. Nuk u hakmar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çështjet e tij personale kur